fazë shihet ashtë që Partia Demokratike e Kosovës po komunikon brenda subjektit politik të vetë. Tash për tash shihet që këta nuk kanë bon asnjëha para që me bind elektoratin e vetë, ose me i thonë ato të mirat që mund dalin nga ky koalicion, prandaj dhe zoti Lushtaku i tha, jo, është e pamundun, për qëtë fazë po flasë. Nese nuk e dim çka mund me ndodhë, nashta lodhen dy part, mgijen që thojnë zvaritje fjallë të gjuj njëni tjetrit, edhe mujnë edhe me shku në koalicion. Nuk po e di çka ndodhë në vjesht, nuk po e di çka ndodhë synimi Albin Kurti për di sakt, ofertë për ish opozite nuk ka. Qëto mësonu me kuptu, mundonu me kuptu. Se me pa pos ofertë, sot kuvendi është funksional, qeveria është themelu. Po nuk ka ofertë, një, e dyta. Ky nuk e ka ndërmend me ndu Albulena Haxhiun, opozita nuk ish opozita, nuk po don mja votu Albulena Haxhiun, dhe ky praktikisht, ky po bon tash shapa me stigmatizu opozitën. Populli i Kosovës, pjesa populli i vevesh në vërtet. Komon këta janë me radujqiqit, s'pe shkojnë, se qyka e shqiptarit është e çuditshme. Nuk e din që në demokraci ki drejt me mos me shku, se është e drejt demokratike. E me bloku. Se s'pëqirën ti. Edhe me bloku. Po blokona opozita nuk ka mjet tjetër ndodhë. So është mërë opozita losër konstituku vendë, o zëtëri. Okej, shiko ata unë deputet me betim. Kur blokon që të fosë në vendë, nuk jetët mire të Nuk ku shkun, zoti Drenoj ka zëru 1 milion shqiptarëve. Ku shkun që opozita du të me votu? Kush është opozit? Nëse dhe opozitës për i referojmë kësaj. Nuk për i referojmë ish opozit. E kanë obligim moral. Oke, ku shkun? E parautet. E parautet. Sa të folë që du të thëmë e parautet. Po edhe në mërzit në shumë. Po mashtron Drenoj. Drenori si të duk deklaratat qëndrimit të Lushtaku. Nuk e ka asnjë obligim. Dëgjam, nuk është diçka e re, vetëm që gjuha për menimin tem një personalitet si zoti Lushtaku